Kjo më poshtë është letra sekrete që Enver Hoxha i ka dërguar JB Titos më 16 mars të vitit 1948 për bashkimin e ushtrisë shqiptare me atë jugoslave. I dashur marshall, shoku ynë gjeneral Kriston Themelko, së bashku me gjeneral Kurpeshanin, ardhën në Beograd për të biseduar me shtatmadhurinë jugoslave çështjen e unifikimit. Mendimi ynë mbi këtë është ky përmparim: duhet të krijohet një komandë unike. Pse nuk mund të ketë një front që ndodhen dy ushtrisë të tonat të veprojnë kundër të njëjtit armik në dy komanda të veçanta? Për karakterin e kësaj komande unike, format, mënyrat e veprimit dhe momenti i shpalljes së saj, ne nuk jemi në gjendje t'i përcaktojmë si duhet. Por bashkëpunimi i shtatmadhurisë suaj dhe delegatit ton, si dhe sugjerimi juaj, do të na ndihmojnë neve për marrjen e një vendimi të përbashkët definitiv mbi këtë problem. Letra e mërsipërme është në përgjigje të kërkesës së JB Titos, i cili kishte kërkuar Enver Hoxhës që për unifikimin e dy ushtrive të hartojë dhe të nënshkruaj një promemorie, bashkimi e cila do të ishte në interes të përforcimit të mbrojtjes të vendeve tona dhe të forcimit të ushtrisë së përbashkët. Para letrës së mësipërme të Enver Hoxhës për marshallin Tito, kemi ngjarjen e Korrikut të vitit 1947 dhe të dhjetorit të po atij viti, ku hodhën konturet e bashkimit të ushtrisë sonë me atë jugoslave. Po ato konture kishin ardhur në Shqipëri delegacione ushtarake jugoslave, ku në atë të Korrikut 1947 binte në sy përbërja nivelit të lartë, sepse në krye të tij ishte gjeneral Koça Papović, shefi i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë jugoslave, gjeneral Vukamonović Tempo, një emër i njohur në Shqipëri, që gjatë luftës antifashiste për ndikimin që kishte pasur në ngjarjet politike në Shqipëri, drejtor politik i ushtrisë jugoslave pas çlirimit, gjeneral Rade Hamović, shefi i drejtorisë operative e të tjerë. Edhe më parë, në 23 deri në 27 dhjetor të vitit 1946, kishin ardhur në Shqipëri gjeneral mator Rader Hamović, shefi i drejtorisë operative të shtatmadhurisë jugoslave, që ishte edhe me delegacionin e Korrikut. Dokumentet apo promemoria unifikimit të ushtrisë kishte si pikë të parë pikërisht faktin se duhet të kalohet sa më shumë në njësim. Njësim është e njëjta gjë me unifikim apo bashkim e ushtrisë shqiptare me ushtrinë jugoslave, dhe pikat e promemorjes ishin që mes ushtrive shqiptare dhe asaj jugoslave të bëhej unifikimi i sistemit të mbrojtjes dhe format e organizimit, unifikimi i armatimit dhe i furnizimit, unifikimi i metodës së stërvitjes së reparteve dhe i përgatitjes së shtabeve, si dhe unifikimi i normave të jetesës në ushtri, unifikimi i sistemit të evidencave dhe i administratës, unifikimi i metodës së drejtimit të gjithë ushtrisë. Përveç këtyre, promemoria ka dhe shumë nën pika përgatitore deri në hyrjen në fuqi të aktit përfundimtar të unifikimit. Hartuesit e promemorjes i shihnin pikat e nën pikat e saj si rruga e vetme që do të mundësonte unifikimin e të gjithë sistemit të punës në ushtrinë shqiptare me ushtrinë jugoslave. Në fakt, një studim i këtë dokument promemorie theksohet edhe fakti se në verën e 1947-s në Moskë, Enver Hoxha do të kërkonte që instruktor ushtarak sovjetik të vinin në Shqipëri. Kjo ishte loja e dyfishtë e Enver Hoxhës që e mbajti në pushtet, si mas ndaj asaj që jugoslavët nuk kishin shumë besim tek ai. Këtë e kishte ndier mirë Enver Hoxha, ndaj përpiqej të bëj sa më i besueshëm për jugoslavët, duke sakrifikuar edhe ushtrinë për qëndrimin e tij në pozitat e njëshit.